i thash, qartë, e thosha vazhdimisht në për takime, se s'kishte Facebook atëre. Po që duhet ju i njeri normal? A e bot do t'i njeri normal gjithë këtë punë që ka nevojë Tirana? Këtu duhet një çmend edhe ja Allah. Apo? Po ajo që unë dua të them është nuk ka nevojë. Ajo që unë dua tani ju mos merrni kurajo me që unë thash që po t'jesh i çmend jem rregull. Se më varet se për ça. Jo i çmend me thy karrikën në stadium. I çmend me bo aty ku është një hale, me bo një stadium që të bëhet finale europiane. Dhe do isha më i qetë unë po t'isha tradhtar. Tradhtarët janë të qetë përgjithsisht. Se kam pa dhe unë ca tradhtar bashkë me Çim Hysën. Edhe me Gimin. Dhe kemi pa ca tradhtarët janë të qetë, janë të verdhë, po t'i shifni, nuk kanë shkëlqim në sy. E dini si janë tradhtarët? Si ai deputeti juaj, si e ka ai që tha do t'ju thym kokën, si e ka ai? Ha? Po, janë si ai. Alizoti. Tani krahasoni Alizotin me mua. Larg qoftë, po. Kështu që miqtë e mi, ne do shkojmë përpara. Moral nga ata që se ne po thosha nuk jemi që t'i shkojmë njerëz nga mrapa. Po pat sot që s'ka shumë blogera atje, e dini pse? Janë palas gjithë sot, se kanë qenë sot edhe kthehen vonë. E do dalim prapa atje se do mbrojnë Shqipërinë këta nga ne. Do mbrojnë Shqipërinë këta nga unë. Do mbrojnë Shqipërinë këta nga një forcë që Shqipërinë e gjeti në lumë dhe po e nxjerr në dritë. Nga një forcë që Shqipërinë e mori në krah, kur të tjerët e konsideronin një dele të zezë, e kur nuk i hapej as i derë, dhe e bëri Shqipërinë që asnjë shqiptar ku do në botë, jo mos ketë turp thot jam shqiptar, po ta thot me krenari, edhe të filloj të dëgjoj se kur do vi tjetri me pushime. Do mbrojnë këta nga ne Shqipërinë. A kuptoni apo? Do mbrojnë ata nga ne Shqipërinë. Ca personazhe që nuk i kanë thënë punës mirëmjes. Nuk i ka thënë punës mirëmjes. E pat Fevziu, po Fevziu e pat zgjedhje, tha janë e vetmja zgjedhje. Fevziu sa herë del në një aty në bulevard do zgjedhje. Sa herë zgjedhje, tha janë e vetmja zgjedhje, tha. Edhe Rama tha të konfirmohet, tha, edhe këta tha ta nxjerrin dufin. Po pse më çfarë është Shqipëria? Çfarë është Shqipëria? Shtëpi publike që kushdo me nxjerr dufin shkoni futi pal zgjedhje? Zgjedhjet janë në 2029. Dhe në ndërkohë ka dy gjëra tjera përpara. Ndërkohë janë zgjedhjet e